Ne jemi konservator dhe ne e themi publikisht që ne jemi të djathtë. Ka shumë njerëz që thonë ju jeni fashist, ju jeni ultranacionalist, po nuk e kemi problem para aq kohë sa ne bëjmë atë që themi dhe nga ana tjetër atë që themi e besojmë me të vërtetë. Patjetër që familja ka patur ndikim. Besoj që në çdo bir babai vet ka ndikim. Por për fatin tim të mirë, unë jam rritur në një familje pastorale ku babai jo vetëm ka udhëzuar mua, por ka udhëzuar edhe shumë të tjerë në rrugtimin e tyre shpirtëror. Dhe nuk ka gjë më të mirë se sa babai të këshillojë dhe të tregojë rrugën. A e dini, për sa i përket edhe besimit tim personal, unë jam i krishter. Dhe babi gjithmonë më ka thënë që në fund fare kur ti dalësh para Atit, do të jesh vetëm ti dhe Ati. Dhe nuk do të jem dot unë për të mbajtur përgjegjësi për ty. Pra kjo është rruga, por në fund fare ti je tek pull. Pra ti do të mbash përgjegjësi për vendimet që merr apo për ato vendime që nuk merr. Të foli për rreziqet? Po patjetër. Që janë? Po ne i dim rreziqet e politikës shqiptare. Dhe nga ana tjetër i dim edhe stigmat e ndryshme që një njerëz që angazhohet në politikë me vizionin e mirë, me qëllimin e mirë, mund të bëhet pjesë dhe mund të angazhohet në gjëra që nuk duan. Se ti më lejo të drejtohem me ti, je një i ri, je figurë pastër në politik. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me një establishment mbi 3 dekada. Me njerëz që shumë prej cilëve sot japin llogari edhe para drejtësisë sepse mbartin mbi supe shumë çështje nga e kaluara me faj pa faj, këto janë vendime që i takojnë drejtësisë. Pra, rri mirë ti në këtë terren? Bashkëton mirë në këtë lloj terreni? Unë jam alien. Pra, unë jam djalë i rritur mes Tiranës, unë jam brezi 4 në Tiranë. Dhe fakti që unë jam rritur në një familje pastorale nuk më bën mua automatikisht një qullash që nuk di se çfarë bëhet në botë. Çfarë do të ndryshosh ti në këtë politikë që kemi ne? Po ta fillojmë me projekt ligjet për familjen. Pra, ky është fokusi dhe vizioni im. Unë kam qenë një nga ata persona që kanë propozuar krijimin e Ministrisë Familjes së Shqipërisë sepse kemi nevojë familjen ta shikojmë si investim dhe jo si shpenzim. Për shembull, kemi rastin e Hungarisë. Personalisht shkova në Hungari, u takova me institutin që merret me politikat familjare hungareze dhe pash se çfarë po bën Hungaria, sepse po bën realisht një punë shumë të mirë. Kishin një merak siç kemi ne që po të futemi në Bashkimin Evropian, çfarë do ndodhi? Të rinjt kemi një eksod largimi, po me u hap edhe kufit në mënyrë që të gjithë mund të shkojnë ku duan brenda Bashkimit Evropian pa që nevoja për të marrë leje, atëherë do të kemi një shpopullim edhe më masiv. Atëherë çfarë mund të bëjmë? Le të fillojmë me politika të cilat do të vinë në mbrojtje të familjes, në mbrojtje të lindshmërisë, të cilat do të jenë pro njeriu, do të jenë pro shqiptarëve. Le të fillojmë me këtë. Gjitha nënat të cilat bëjnë minimumi 3 fëmijë do të përjashtohen precisht nga tatimi mbi të ardhurat personale. Në momentin që bën fëmijën e 4, atëherë dhe babai do të përjashtohet nga tatimi mbi të ardhurat personale. E pas këtë fokus përbashkët në programin tuaj gjithë ju të rinjt në PD, sepse edhe kreu i FRPD-s këtë më deklaroi në studio. Nuk e dija që kishte qenë Hungarisë. Po, strategjia e Hungarisë ka qenë studimi im i personal dhe prurje ime në Partinë Demokratike. Dhe kjo si gjë përderisa ju e keni diskutuar dhe me Besartin. Çfarë bën një të ri të lidhet me vendin e tij? Kemi pronën, pra ne do ndihmojmë çiftet e reja që të blejnë një pronë. Do të kenë atë mundësinë që të marrin atë down payment që quhet në anglisht për të marrë një kredi në bank niveli 2. Dhe kjo mund të shkojë deri në nivelin 30.000 euro si kreditim nga qeveria shqiptare me 0% interes që duhet t'i japim mbrapsht. Në momentin që ti bën fëmijën e tretë, atëherë ti mbaron punën dhe nuk e paguan më mbrapsht të 30.000 euro për të falet. Do të jepen 5.000 kredi me interes 1% nga shteti për 5.000 çifte të reja çdo vit për gjatë mandatit të Partisë Demokratike dhe do të ketë pastaj me sipërmarrësit e rinj moshën 25 vjeçare, të cilët do të kenë grante për inovacionin dhe startupin. Deri moshën 30 vjeçare për 12 muajt e parë nuk do të paguajnë sigurime shoqërore. Pra, janë politika fiskale të cilat do të vinë në ndihmë të familjes. Ne dimë që shpopullimin na vjen në 2 mënyra. Kemi së pari uljen e fertilitetit dhe së dyti kemi emigracionin masiv. Për sa i përket pikës së parë, ne jemi në pikën më të ulët që kemi pasur ndonjëherë si komb, në 1.21 lindje për grua. Dhe për sa i përket së dytës, jemi në një normë më të barabartë ose më të lartë me vendet të cilat janë vende në luftë. Kemi mbi 30% e popullatës e cila është larguar në këto 12 vitet e fundit. Pra, çdo shtet përballet me diçka që quhet trilema. Dhe nga trilema mund zgjedhin vetëm 2.
është fertiliteti I ulët, zhvillimi ekonomik dhe vazhdueshmëria etnike. Kemi rastin në Japonisë në vitet 70 që kishte fertilitetin e ulët, donte të kishte edhe vazhdueshmërinë etnike dhe për pak sa nuk shkoi në një kolaps ekonomik. Por nga ana tjetër kemi dhe Gjermaninë këto 15 vitet e fundit që ka fertilitetin e ulët, do zhvillimin ekonomik dhe çfarë ndodhi? Janë detyruar që të marrin persona nga lindja, persona të ndryshëm, të vinë në shtetin e tyre dhe pa dashur që të jem as racist as islamofob në asnjë lloj mënyre, në 2024 emri më I përdorur në lindjet në Gjermani ishte emri Muhammed. Ndërkohë që është një vend me traditë kristiane. Edhe një herë dua të specifikoj që nuk kam asnjë lloj gjë me komunitetin musliman, shokët e mi, një pjesa më e madhe shokët e mi I përkasin atij besimi, po dua të bëj vetëm kontrastin e pjesës së vazhdueshmërisë etnike. Në Shqipëri kemi fertilitetin e ulët. Për sa I përket zhvillimit ekonomik, mund ta diskutojmë sa duash, që unë mendoj që zhvillimi ekonomik në Shqipëri është flusk. Dhe së treti, vazhdueshmëria etnike. Pra jemi fiks në atë vijën e holl, që ne duhet vendosim, a e duam Shqipërinë me shqiptar, apo e duam Shqipërinë me të huaj. Nëse ju jeni te kjo pika e dytë, pra me dash Shqipërinë me të huaj, atëherë në mendjen tuaj ju jeni një person liberal globalist. Dhe unë kam shumë thjesht që të debatoj dhe të diskutoj me një person të majt ideologjikisht, se me një person që e mendon të majtën vetëm si një ekip futbolli që e mbështet pa ditur bazat e së majtës. Por unë personalisht them që unë Shqipërinë e dua me shqiptar. Tani, ti je në pjesë të pasigurt të listës, në listën e hapur. Në listën e hapur. Je I sigurt në fitoren tënde? Jam shumë I sigurt në fitoren time. Ne po punojmë çdo ditë për drejt fitores madhe. E ke të përqendruar fushatën me të rinjt apo jo vetëm? Sepse edhe premtimet I ke përfshir këtë kategori ndaj pyes. Ka diçka. Një problematikë që kemi nuk ndodh vetëm në Shqipëri, për të thënë vërtetën, është problematikë globale, është që të rinjt janë më pasiv, në sensin që nuk dalin që të votojnë aq shumë. Një nga fitoret e mëdha të Trumpit që arriti që të bënte është që nxori të rinjt që të votonin dhe të rinjt si rrallë herë votuan për republikanë, ndërkohë që të rinj dihet që janë më liberal, janë më progresist, etj. Por jemi në atë pikën që negativja e negatives. Pra, për aq kohë sa kemi një regjim të majt për kaq vite, atëherë të rinj me shpirtin e tyre rebel do shkojnë kundra së majtës. Dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi parë një rritje gati thuajse me dyfish të shitjes së biblave, dhe të blerjes së biblave nga të rinjt. Dhe të rinjt sa vjen e më shumë po martohen në një moshë të re, pse vetëm nga inati, që se çfarë majta po I bën familjes e si përpiqet që ta shkatrojë familjen. Në 2023 të rinjt që ishin votues për herë të parë në Shqipëri ishin, besoj në normën, nuk duhet gaboj, rreth 17.5%. Pra 17.5% e votuesve për herë të parë dolin që të votonin. Të njëjtin problem kemi edhe në 2025, pra janë rreth 120.000 persona që janë votues për herë të parë. Çfarë do të bëjmë ne që t'i kapim ata? E kam si target group, e kam si fokus, është e vërtetë që personalisht do më penalizoj pak në thesin e madh të votave, sepse po e shoh në terren që e kam më të thjeshtë që të marr votat e pensionistëve, se thonë I bukri nonës, I omli nonës, sidomos me nonat tiranëse e kam më të thjeshtë gjuhën e komunikimit. Mund të përkëdhelin kështu, po voton jo domosdoshmërisht ta japin në fund. Mbase, po shoh që kam rezultat të mirë me ata. Por duhet për të fokusuar në fitoren e madhe, kemi nevojë imediate që të fokusohemi dhe te target grupi I votuesve për herë të parë. Dhe kjo është një nga ato gjëra që unë dua të bëj dhe në zgjedhjet e 2025-s. A është Sali Berisha drejtuesi I duhur I Partisë Demokratike në këtë moment të saj? Pa diskutim që po. Pse? Nëse nuk do e kishe shtuar këtë pjesën në këtë moment, unë do kishe thënë Sali Berisha është drejtuesi I duhur I këtij momenti. Ka një diferencë mes asaj që dua dhe asaj që duhet. Pra, a është Sali Berisha kryetari I Partisë Demokratike, më pëlqen, nuk më pëlqen mua, pa diskutim që po, është votuar me votën e demokratëve dhe me votën time dhe është kryetari I kësaj partie, duke marrë parasysh gjithë kalvarin që Partia Demokratike ka lënë. Mirë, nuk e bëra pa qëllim pyetjen. Marrim parasysh jo vetëm që është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe, ka një situatë vështirë edhe në raport me drejtësinë,
ka mbi 3 dekada në skenën politike, është i konsumuar në aspektin që ka qenë më herët në qeverisje të ndryshme të këtij vendi etj etj. Në këtë aspekt, në aspektin e konsumit e kisha më tepër pyetjen. Pra, a është Berisha alternativa e shëndetshme në krye të Partisë Demokratike në këtë moment për të marrë pas 12 viteve në pushtet të Edi Ramës edhe të ashtu quajturin elektorat gri, sepse ajo është votat decizive, mendoj unë, për te militantëve. Po ne jemi ekip. Pra nuk është vetëm Sali Berisha që po mbledh vota, po jemi të gjithë ne që jemi pjesë e listës së Partisë Demokratike. Që do të jetë nesër kryeministër është patjetër, por për mendimin tim Sali Berisha është i vetmi person që mund të argëzojë Edi Ramën në këtë moment. Sepse historia ka treguar përgjatë këtyre 34 viteve që partitë e vogla nuk bëjnë ndryshim. Pra, në qoftë se votat shkojnë drejt një partie të vogël, vota të cilat nuk përkthehen në një mandat, automatikisht me kodin zgjedhor që ne kemi sot, janë vota që automatikisht i shkrojnë Edi Ramës, që hiqen nga i thesi i madh i opozitës. Duke marrë parasysh Partinë Demokratike, unë do doja që pjesë e listës së Partisë Demokratike të ishin të gjithë, mundësisht ishte edhe Arlin Qori aty brenda, ishin edhe të tjerët, që votat mos kishin humbje. Pra, ato bishtat e vogla. Po si do të ishte Arlin Qori sa kohë ky fundit ka një politikë krejt majt. Sepse në fund do të kishte mundësinë që të dilte dhe të vazhdonte me atë grupin e vet dhe me votat e veta që do të merrte.